Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me këtë video ekskluzive. Stine vendos që të largohet në këtë pikë të lojës nga Big Brother VIP Albania 5. Një mundësi shumë e bukur në fakt për Stinen. Nuk arritëm dot të njohim rrugtimin e tij të jetës, njëkohësisht as arsyen pse Stine në një farë mënyrë është zhdukur nga skena muzikore për vite të tëra. Por unë e kam ndjerë ditë më parë dhe kam komentuar që Stine nuk ishte i përgatitur apo nuk e ndjente veten rahat brenda asaj shtëpie. Përkundrazi ka qenë një nga banorët që ishte gjatë gjithë kohës në gjumë. Stine ka folur në mënyrën më të bukur, ka folur në mënyrën më interesante, në fakt u munduan pak produksioni, si me thënë, ta marrin si me zor Stinen, në kuptimin që duhet të rishte aty brenda. Unë mendoj që është për zgjedhje e vetë banorëve. Stine nuk ishte një banor që e gjente veten në këtë rrugtim. Loja është shumë e egër, është shumë e ashpër brenda shtëpisë dhe normalisht për Stinen është një natyra e Stines, është një rrugtim i papërballueshëm. Nuk u ftua Stine në studio, mu duk sikur produksioni e mori i çik si me inat këtë daljen e Stines nga shtëpia, por gjithsesi Stine besoj që së shpejti në Instagramin e tij do të na tregojë arsyet pse doli nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 5. Pati një lloj qasje që uroj të mos t'i ndrosh fjalët. Zakonisht banorët të cilët kanë dalur kanë dashur edhe të rikthehen brenda kësaj shtëpie, por unë mendoj që Stina nuk e ndjente veten rahat për në Big Brother. Ne menduam që në fakt televotimi do të prishej, por siç duket fati i Eugenit sonte përfundon.